Një vendim i gabuar mua më kushtoi $11.000 humbje. Përshëndetje. Sot në këtë video do të shpjegoj përvojën time se si një gabim i vetëm mund të kushtoj me $11.000 humbje. Para disa vjetëve unë e vendosa që të investoj një kripto projekt. Në ato kohë, ky projekti ka qenë një projekt i mirë, duke zhvilluar, kish një bazë fundamentale të mirë, një tim korrekt për momentin dhe unë e vendosa që të investoj $11.000. Por me kalimin e kohës, unë këto para sot nuk i posedoj. Unë për investimin $11.000 sot për momentin nuk e kam por enda në cold wallet, dhe ku para disa muajve kur e kam po kam një sasi prej $80-90. Do me thonë, $11.000 sot kanë vlerë $70-80. Çdo person që është në këtë rrugë tim do të përballet ose ka përballur me humbje. Por kryesori është që të mosojmë nga gabimet që i kena dhe mos të ndodhë që të përballena përsëri në humbje. Çdo njeri që thot unë s'kam pasur humbje ose unë jam perfekt, ai person po vu shef në kamerë direkt në sy dhe po vure. Për këtë arsye, rini deri fund videon, shikoni deri fund dhe ndoshta edhe ju mund të mësoni nga përvoja ime e keqe se si humba $11.000. Sot do të shpalli bashkë me ju se ku është gabimi im që e kam bërë, ku kam investuar $11.000. Projekti që kam investuar une $11.000 është Wi-Fi Map. Dhe në këtë projekt, une për herë të parë kam investuar në vitin 2024. 2024 ka qenë. 2023, 2024. 2023 dhe me thonë mujnë e 11-12, une kam investuar për herë të parë në këtë projekt. Në atë kohë, ky projekt ka qenë, në atë moment ka qenë një projekt me të ardhme të mirë dhe çka bëna unë? Hipa në FOMO, hipa në hype. Në atë kohë, ky projekti shpërthente. Dhe une analizova dhe pruna vendim me analizat e mia, pruna vendim që ky projekt ka kapacitet që të shkoj edhe x dish, x tresh nga ky çmim, që unë të dal nga projekti me fitime të mira. Dhe çka bëj? Unë atëherë vendosi që të blej dy blerje. E kam bërë blerjen e parë në 42 cent, $6.000, mas disa ditëve blej përsëri. Blej edhe $5.800, gati $6.000 përsëri në një exchange tjetër, duke menduar që ky projekt do të shkojë edhe x dish, x trash dhe unë do të dal me fitim. Ky projekt në ato kohë ka qenë projekt i mirë. Pse projekt i mirë? Ky projekt e kam pasur aplikacionin e vet në përdorues real, Wi-Fi Map. Ka qenë, nuk është më, ka qenë në Android dhe në iOS. Ka pasur aplikacionin e vet me njerëz aktiv, mbi 100 milion përdorues dhe mbi 20 milion njerëz aktiv në ky aplikacion e ka pasur për qëllim që të ketë çdo botë që të jetë çdo vend i botës që të jetë mbuluar me Wi-Fi fare. Si ka funksionuar? Ti shkon në një restorant ose shkon në një kafene dhe ky që është lidhesh me internetin e atij restorantit, Wi-Fi-s. Dhe automatikisht ti ke pas drejt që të shpërndash pasportin e atij restorantit në aplikacionin e Wi-Fi Map. Ti ke bërë një të mirë që ke shpërnda që njerëzit që do të vinë kanë hyrë në aplikacion, e kanë përdorur edhe unë këtë aplikacion, kur kam shkuar në përpushime kam pasur faktikisht nga një person që nuk e njoh ka shpërndarë, kam pasur automatikisht pasportin falas që nuk kam pasur nevojë që të mirem me restorantin që të mirem me hotel. Automatikisht e kam pasur pasportin dhe më kishur internet. Çdo njeri që e ka shpërndar pasportin është përblir me tokena Wi-Fi. Me tokena Wi-Fi Map. Atëherë këto tokena Wi-Fi Map kanë pasur një vlerë 3-4 cent dhe njerëzit kanë pasur interes që më shumë të shpërndajnë këtë token që të fitojnë normalisht. Masanej ato e kanë pasur edhe eSIM-in e vet, ku nëse ti ke bler eSIM nëpërmjet aplikacionit të atyre, do me thonë ku ka dashur që të blesh eSIM me tokenat Wi-Fi Map, ke pasur 20-30% më lirë eSIM-in për arsye se përdor tokenin e atyre. Çdo sen në ato kohë ka qenë në rregull, e kanë edhe sot blockchainin e vet dhe çdo sen ka funksionuar perfekt në ato kohë. Çmimi ka qenë perfekt, timi ka qenë korrekt në atë moment. Por nëse timi vendos që projekti të dështoj, nëse timi vendos që ti merr parat, mos ta them ti vjet, ti merr parat në mënyrë indirekte dhe të zhduket, në mënyrë indirekte, jo direkt, çdo projekt që ekziston në këtë botë mund të dështoj, çdo projekt. Për këtë arsye, është mirë që
kur një projekt shpërthen pak, të merrni fitimet dhe të dilni nga projekti. Mos të mbështeteni shumë në timin siç e mbështetur unë dhe kam menduar që ky projekt do të shkojë x dish x tresh. Në ato kohë unë nuk kam pasur shumë kohë që të bëj analizë të thellë të këtij projekti. Kam bërë disa analiza elementare, fillestare në ato kohë dhe kam pasur për projekt që të hapi këtë channel siç e kam sot dhe nuk jam fokusuar shumë në këtë projekt. Kam investuar dhe kam lënë në exchange duke menduar që mas disa muaj ky projekt do të shkojë në 80-90 cent $1, do të dalë dhe do të dalë me fitime. Por çka ndodh? Çdo javë që nuk e kam vretur unë një dobësi këtij projektit, çdo javë ka pasur unlock tokenave këtij projekti. Çdo javë ka pasur unlock. Kur them çdo javë, mund të shihni këtu. Çdo javë timi ka pasur unlock të këtij projekti. Mund të shihni këtu. Por unlocku ka qenë aq brutal që timi çdo herë kur ka pas unlock, timi normalisht ka shitur tokenat e vet dhe ka marrur fitime. Që të keni më qartë. Këtë cap në ato kohë kur unë e kam blerë në 40 cent ka qenë $50 milion. Ka pasur në ato kohë ka pasur qarkullim, do me thonë, volumen 20-30-50 milion $, në ditë. Do me thonë ka pasur edhe likuiditet 20-30 milion $, në ditë. Nuk ka qenë që s'ka likuiditet. Se momentalisht sot market cap e këtij projekti është $168.000. Paramenoni çfarë projekti i dështuar, çfarë projekti katastrofal për momentin. Ky projekt për mua ka përfunduar, ka vdekur ky projekt dhe nuk kam asnjë shpresë që ky projekt do të rikthehet. Ky projekt ka përfunduar dhe unë i kam humbur paratë dhe jam pajtuar me atë humbje. Ky projekt në atë kohë kur unë e kam bler, mund të shohim këtu, ky projekt kur unë kam bler ka qenë në disa exchange. Paramenoni ka qenë në BitGet, ka qenë në MaxSafe, ka qenë në GTO, edhe në disa exchange nuk i mbaj mend. Sot nuk është. Pse nuk është? Exchange-at kur një projekt disa muaj radhës kanë mbi $100.000 volumen, exchange-at pikë e parë që bëjnë e kontaktojnë CEO-n e projektit, CEO-n e projektit, e kontaktojnë se nëse nuk është në rregull me projektin tënd. Nëse ti nuk përgjigjesh, nëse ti nuk korrigohesh, nuk e përmison, normalisht ata do të delistojnë se exchange-at jetojnë nga fijat e projekteve. Dhe është normale që ata do të delistojnë. Delistohet së pari në BitGet, delistohet në MaxSafe, delistohet në GTO, edhe në disa exchange që nuk i mbaj mend për momentin se ku ka qenë listuar. Menoni për momentin ky projekt sa volumen ka? $10, $4. Paramenoni kështu volumena nuk ka asnjë meme coin, kështu volumena të katastrofale, me thonë volumen katastrofal nuk ka asnjë meme coin. Meme coin nuk kanë kështu volumen. Në pikën ku Bitcoini shkon në një çmim $125.000, ti që fokusi jot që të jetë të rritësh si projekt, që të ngrihesh si projekt, çka bëjnë këta? Këto delistojnë. Ti si CEO i projektit, si timi jot, duhet çdo ditë që të listosh në projektet në exchange të ri, të listohesh shembull në exchange të ri, në një exchange, më disa më në një exchange të re, një exchange të ri. Pse? Se njerëzit të dinë që ti ekziston. Jo që ti në pikun më të lartë të Bitcoinit ti të delistohesh dhe të fshin nga exchange-at komplet. Kjo është një katastrofë që mund të bëjë një tim. Kjo është një katastrofë shumë e madhe. Por timi ka vendosur që ti marr paratë dhe të shpërngulit të hi nga projekti. Me siguri ky tim sot po krijon një projekt të ri dhe do të vjedh përsëri para. Këtu kena mund të shohim se si ka kaluar. Viti 2023, mund të shohim këtu. Pin april deri december. Mund të shohim këtu se çfarë katastrofale janë duke bërë. Muaj 12 ka pasur rritje 280% dhe kjo ka qenë rritje e fundit i këtij projekti. Januar 2024, 47% rëmje. Februar ka pas 65%. Por me kujdes. Muaj 3 14%. Muaj 4 46%. Domethënë automatikisht këto dy muaj e mbulojnë këtë që janë rritë. Muaj 6 34%, këtu stabilizuar masa nis përsëri. Minus 30%, 1% rritje, wow, minus 40% masa nis përsëri. 56% rritje, 14% dhe masa nis ajo më e keqe. 2025. Minus 27%, minus 65%, rritje 20%, kur gjë hiç, minus 7, minus 36, minus 44, veç me kuq. 2026.
18%, 55% ramje, këtu 25%, 29% dhe 43% ramje. Une çdo herë kur e kam kontaktuar timin e këtij projekti kam marrë një përgjigje, blok në çdo rrjet social. Po shkojmë të shohim aktivitetin e timit në këtë projekt. Mund të shohim aktiviteti 0 karo, herën e fundit në 31 maj, kur gjë hiç, kanë shpallur këtu kur gjë hiç. Dhe çka ndodh? Mas gati 2 muaj nuk janë aktiv timi, mund të shohni këtu, do të thonë timi, pi februar muajin e ditë, 2 muaj s'kam pas aktivitet. Çka ndodh? Timi po shpall një lajm. Timi po shpall një lajm që aplikacioni atyre që është në iOS dhe në Android për shkak regulativave që është përsëri një rren, se kush është këtu e din, për shkak të regulativave që i kanë shtrënguar, ato kanë vendosur që të delistojnë këtë aplikacion nga iOS për iOS që përdorin dhe për Android që përdorin Play Store. Kanë vendosur që të delistojnë. Dhe po thuajnë që duhet të delistohet nga këto aplikacion, nuk do të jetë më aktiv dhe ato thuajnë që e kanë në plan që të bëjnë Move Wallet funksional në Wi-Fi Map dhe do të bëjnë agje, do të krijojnë dhe do të nisin prej fillim. Prin 7 aprill. Çka kanë bërë këta? Kur gjë hiç. Kur gjë hiç. Do të thonë, ky projekt ka dështuar masivisht, që këtu ma herët dhe të shkojmë më poshtë që kena pasur aplikacionin, që të keni më qartë. Aplikacionin, paramenoni kena pasur 209 milion user në atë momente ku kam investuar unë. Që si ka funksionuar kjo aplikacion, që të keni më qartë. Masane ka pasur mrena në map që ti të gjesh ku ka ujtë e pastër nëpërmjet aplikacionit, të gjesh bankomat për kripto, të gjesh ujë të pishëm, ata kanë bërë një plan pa lidhje, kanë menduar që do të depërtojnë në këtë projekt që kanë pasur në kryen e vet. Të shihni se si ka funksionuar, që siç tash më herët e kanë pasur esimin e vet, që si e lidhur, e kanë pasur blockchainin e vet, dhe çdo njeri që ka kontribuar në jetën e atyre në blockchainin e vet, ka fituar Wi-Fi tokena, ka pasur që të shpërndash ku ka ujë të pishëm, të shpërndash tualetet, të shpërndash bankomatet për kripto që të tërheqësh para, të bësh test internetin, shpejtësinë. Në atë kohë ka qenë një projekt interesant. Në atë kohë kur unë kam bler, ka pasur edhe influencera që kanë reklamuar me të madhe, por nëse ti nuk punon që bota të di më shumë për ti, nëse ti nuk investon në timin tënd që të bëhet më kualitet, nëse ti nuk bën kurrë hiç, s'ka lidhje se çfarë projekti edhe ku je për momentin. Një ditë do dështosh që ka dështuar ky projekt. Të shohim white paper të këtij projekti. Paramenoni white paper nuk e kanë bërë update nga viti 2023. Që ky ka qenë timi. Nuk them që i kanë vjedh parat, por timi i keq ka dështuar në këtë projekt dhe që keni pasur këtu në 2023 ka qenë perfekt në të moment, ka funksionuar çdo send, por që kanë pasur roadmap 2023, paramenoni nuk kanë pasur as ide se si ta bëjnë roadmapin 2024, 2025, 2026, më thënë 3 vjet pa roadmap kanë pasur këtu do sende që Connect to Earn, Wallet, si që përmenda. Në atë moment ka qenë perfekt, ka funksionuar çdo send ku unë kam bler dhe kam vendosur që të investoj, por çdo njeri duhet të jemi
transparent. Çdo njeri në këtë rrugë tim ka mundësi që të bëj gabim, por në përfundim, në fund vitit ose mas 2-3 vjetëve që të shohësh që investimet e tua të dalin në fitim. Jo shembull se ti ke nisur me kapital $10,000 që në fund vitit të humbasësh të gjithë kapitalin. Atëherë kjo nuk është gabim, atëherë kjo është budallaki. Në fund vitit që ti të dalish në fitim. Mund të ndodhë në këtë projekt ke dështuar në 2-3 projekte të ardhshëm të fitosh para, të mbulosh humbjen e këtij projekti që ke dështuar dhe janë në rregull dhe jo okay. Por qëllimi kryesor është që të mësoni, që të mësojmë së bashku nga gabimet që i bëjmë dhe mos i përsëritim edhe një herë. Filecoin. Filecoin ka qenë projekt top D. Filecoin atë kohë ka pasur market cap $16 miliard. $16 miliard në atë kohë. Dhe sot Filecoin ka market cap $599 milion. Sot Filecoin tregtohet me një çmim 70 cent, 76 cent. Kjo do me thonë që edhe projekti më i mirë, projekti me planin më të mirë, projekti me timin më të mirë që ekziston, që në atë moment është e pamundshme që të dështoj, mund të dështoj, si ka dështuar Filecoin. Edhe projektet më të mira mund të dështojnë. Për këtë arsye, çdo herë kur do të jeni në fitim, merrni fitimet. Mos u mirëni shumë me X peshin, X 1 milion, mos u mirëni shumë me thashë theme. Nëse jeni i kënaqur me fitime, merrni fitime dhe pritni, hulumtoni, gjeni një projekt të ardhshëm, ose mund të gjejmë së bashku një projekt të ardhshëm. Unë do të nisem të shpallë edhe investimet e mia, se ku investoj, pse investoj, strategjitë e mia, por që të jeni me update me të gjithë sendet edhe me lajmet në kripto, ti do të bësh like këtë video, ti do të bësh subscribe channelin, të aktivizosh zilën dhe normalisht do të shihemi në videon e radhës.